Këtu në emisione kemi Bardhyt Dobroshin, bashkëthemeluesi organizatës jo qeveritare Futja në Gjyrë, edhe do të flasim më shumë rreth kësaj organizate jo qeveritare. I nderuar, e keni nisë këtë punë në vitin 2015, edhe nuk mundemi me ikë pyetjes se si ka nisë kjo organizatë. S'kena po që me po. Komplet përgjigja. Këtë thellë është që na dalë me pi kafe, kena po pak Mitrovice na ka do këzënd, edhe s'kena po që me po. Edhe si formë për me fillu pak me ndryshu, kur dole me pi kafe na do veni ma interesant, kena vendos me dalë do vene që në konë më bërlog mi fshi, edhe me bo do vizatime. Mëse kështu është të keqë është një na konë dizajnera, një na konë nese studentat e dizajnit grafik. Ato kena vendos hadet qëto karaktere që përbojna për fakultet, mos na rrinë këtë, po adet i buqesë më dhe në murë. Edhe për asaj kemi pa që nuk i shumë konë vetëm na që kena pas nevoj me dalë dhe jo vetë me pastruhe me ndrejsh venin, po thjesht me dalë dhe me shprejhat kreativitetin e për mure, po ka pas edhe tjerë që dërko na u kam bashkan gjitë. Më ndena na fillu mu bo pak ma të vetër me kry shkollën, me mësu pak ma mirë, edhe pam që për pas që po dalim edhe po knaqim mujna me ishti edhe pjesën e edukimit jo formal, në që punë që na to e bo. Dhe komplet kjo e ka njës dhe me thonë thelbi është, s'kena pas që me bo, masë nëna kjo e ka njës edhe mu zgjënu. A mon mend cili ka qenë morali parë cilin e kemi? Po, moralin e pare pa të mbo, vërtet jam mes dy moraleve, nuk po dhja u konë i pare pa të mbo një hotë, u konë të esh objekt, nëse do këtë ali është objekti rëtëve Mitrovicës, aty u konë të ushtru njësi rrugë, po, u konë hutje dhe pa të më shkru maje paq papë, se kanë gjush shumë bërlog që të, edhe kete jo në u konë me hek bërlogon, e kina avizatu një hotë edhe kina shkru maje paq papë, edhe ta një shtuja pa të njësë, okej, që kena isë. Edhe i dyta o konë që e të me madhe që kena pas, ato dyta me kemi bo të tash gjamija i Sabek që është në Mitrovicë, o konë një farmurit që përdor ke ma shumë se WC publike, edhe në thëmë, se tash muri o konë komplet beton, o do ke parket, që dhe keti dhe jo në konë hade bojna dhe senet Mitrovicës, që e di që përdo vizatu një perec, se në Mitrovicë jënë perec, se kështë bikena. Edhe pa të mbo do pesajet Mitrovicës, si na mundu mi bo do mesajet tjera, nuk kina pas atë reportrejt edhe s'kina dit me bo, dhe nga të kumë të regu drejt. Po i kemi ndrejt që ata pësire dhe pesajna kina pas që një vend që kom pak me zënd edhe tash jena në foshat zgjedhore, u mosh ke veni me postera. Kemi vrejt që as postera së qënë, edhe që ta kina pas që shërbim që pja bojna edhe komunitetit, bile në i murë mos metet me postera. Ju faktikisht përpos që keni bo artë, në ato mure, të imashtë edhe e keni pastru, e keni bo diçka të mirë për komunitetin. Po, zakonisht, festivalet e muraleve janë verës. Unë po e shoh që ju po punoni edhe dimrit, sa po është e vështirë kjo? është kohë e vështirë, sa po është kohë gjaftë. Edhe është një farë punë që kur jetu ngjyrosë me sprej, dësh kemi kalu prej, nese me brushë me këto në ngrijem, po nëjna me sprej. Po sprej, kur është fëtëv, janë njësë me rjedhë. Po dosh me konë shumë më precis, po bërë shumë herët fëtëv. Nese, e ka pjesën që ka të keqe, po në dhe ja kena thirë vetës, se gjatë verës e kemi pas një projekt. I kemi i ndonë në 3 projekte, kështu që i kena si baza, si kur që i bojna. Njëni për ty në kamin edhe promaja, e po më do këtë përmes promajës, na edhe ja kena thirë dimrit, fëtëtit edhe kiametit. Tash na ka ndodhë shkakut që jënë vënu disa fonda e sene, na ka ndodhë, na ka ratë që me punu në djetor, na vynë edhe, do këtë i kemi edhe 5 dit, me kry edhe 5 morale tjera në Mitrovicë, tash si të këthejna ku me bu një moral, po prapë se prapë puna ka më kry. E kena marë, si ke ftoft, si ke nëzet, nësë është ftoft, e kena bleni këse në bust plinit, po që jesëm qaj, edhe që është të punë zemë. Edhe ka i herë, gjatë kohës që jetë të punu, e shesi punë vështire, po kur të kryhet, kime thënë, jena knalë qatë herë, edhe pse e harron ftoftin, harron këtë senet, edhe në fund është ka metë morali, në fund po metë në që ato po më nëjse, po më mesin vetëm kujtimet e bukura dhe të mira. E mira kësaj besoj është që ju po bëni edhe workshope për ata që dojnë me ju bashku këti aktiviteti. Si po e bëni këtë? Tash këta prej workshopeve, ti hidu që është për aksion është dhe dalim direkt e tema. Për workshope, kur kemi fillu që shtragova, ja ka njësë me në bashkan gjithë tjertë. Kur veshën tash ma të ri, e vreshëm që nuk është që se cili komentar dhe përgadet. Edhe nëse je fakultet e arteve, të njëherë kemi mësu teorin, kemi mësu shumë të me brusha, është pak ma ndryshe dalën kur del në rrugë me bu morale, sa kur bën në studio, edhe për aty të kena vrejt edhe nevojen që mujnëm direkt me mësu qëta të ri. Po, posa sajna, konë edhe mungesa që kena pas, për shamo për video, për fotografi, për edhe majicat për me bojë, kemi vrejt që keq të janë kostot që poshtohen, edhe kemi bo keq të sene vetë. Kështu është gjdo sen që kena pas për media, kemi pas i ndorë, edhe e kemi vrejt që, okej, na që të sene jena të imësu, na vynë imësu edhe të rritë, që gjatë kohës kur dalim na me bo morale, ta kanë me ditë me rëngjëzu neve me bo moralit, edhe nuk kena nevoj me kalu ma shumë. Po, pe kësa kena pas që
edhe kërënarët me na inqizu të bo morale, ose kërë kena bo një reklamë, dhe pëse se kom mendu që organizatat kena reklama, aty e kemi vrejt që ata që kanë bo reklamën, e kanë përdo reklamën për portfolio, që kanë mujtë me apliku ma dera në për kompani tjera, dhe për asa kena pot ta mënë si nevoj, edhe të 3 tjerë që një me ju vynë një vend ku mujnë me kry praktika, ku mujnë me dalë ta mënë me këthy artin aty në praktik, edhe që praktika me konë ta mënë si shembulli punës që mund me përdor edhe për vete, edhe kanë me mësu senet bazike që janë për punë. Na fakultet nuk jena, kërkujna fakultet s'pja, për më ashtu që më thonë, po thjeshtën ka e mësojnë, qysh ko më kry puna, qysh bëhet një sen një thjesht, e një prej sen një thjesht është të secili individ, sa është ka do me investu në vete. Për momentin, ne kemi zyret e palestra sportive Fatina Gjaka, edhe aty kemi 4 kurse cilat jemi të imbojt, të janë komplet free për publikun, janë komplet pa pages, e kemi dizajnin grafik dhe printimin. Printimi u konë sen i parë që e kemi shti, se ketë mundu me konë dizajn e në kompjuter, po ku vjen puna me printu, atëherë nuk për adina as kompanive të printime që ka herë është zërmi shtyti ma ismi 500 gjyra. E jo në është një ka studentat qysh, po jena tu e bo për zonë një dizajn në kompjuter, me një herë mirë hinë në gjyrë, më zhly drejshtu, tani mandena me po që sa është e fështirë puna, që shkon procesit që edhe pjesën e dizajnit me konë ashtu online edhe me konë shumë ma e letë për mu printu. E kemi kursin e videos dhe fotografista që shtregova se arina dalje kena pas dikon që na ka inqizu me telefon, mandena vëtëm blej kamerën me kamerë, ta shqita për mundohë me mësu edhe 3 që bazat e fotografisë, bazat e videografisë, e kemi audio inxhinierin, cilën një ato mundu mi shty pak ma shumë. Me ato nuk është që jena to i buket audio inxhiniera ose producenta, me ato për mundohem se në të thjeshta, për shambull na i bojna dokumentar tonë vetë, që mikrofon që është ma vënoj dhe që është jashtë të drejtë, që ta për mundohem edhe na me mësu studentave tonë që i sholla në tardhën mu i marrë me kry praktikën edhe të jo. Edhe fundit është elektroja, po nuk është elektroja është që me thotë madhe, qysh ka më lidh rryma për nej kabel, qysh ka më lidh nej kabel, qysh do të mjonet gati pajisjeve elektrike që mos më prish, ketë këto janë artë si bazë nevojës që kena pa, edhe te komuniteti, po edhe bazë nevojës që kena pas na. Për shembull, na ka ndodhur që na ka prish një kabel vazhdues për 50 metrë. Edhe kena pa që na do të mësu të trit pa koncept form, edhe qysh merrnu, po edhe në jetën kohë që ata kanë me mujt me shfrytzu për punë. Ju po përgatisni një numër të rinjve për në fushat të caktuara, po sa është e vështirë me mbajt gjallë një organizat kulturore për kaq vite? Zdo është të mua në Kubra. Se cila puni ka ato dhe sfidat e veta. Ta shkërje organizatit qeveritare, ne varëm prej fondeve, ne varëm prej granteve, ka vite kur kima shumë grante, ka vite, për shembull si vjetë nuk kemi pas heq grante. Granti fundit është 700 ato punot. Tash këtë esencë është qysh mund është të me majtë edhe stafin, pa pages, qysh mund është me majtë edhe vetë me motivu, me punu pa pages edhe me vazhdu. Po si vjetë edhe pse s'kena pas fondet deri 17 orë, kemi majtë 15 aktivitete. Kena majtë koncerte jashtë zyrës, tash zyrën që kemi edhe një pjesë të fushës basketet, kemi majtë tash një mbledh artistat e ri, kanë kënu, i kemi inqizu, i kemi qitu në YouTube që edhe ata me pas diçka që mund mi të regu kur dojnë me shku në për koncerte dhe me ja rrit portfolion. E këtë që kjo kone motivimi që ka herë nuk është motivimi vetëm të grantet, është edhe motivi që po të shtynë edhe të ashtrit që i ki për rrëth, ose kur vim të bojnë hajde po dojnë me bu diçka, janë senet edhe të gram. Ka herë edhe na pritojna. Me qenë se jemi keq pak edhe me minutazh, ju e keni bëhat e moralin e Muharrem Qenës. Se kanë pritë qytetarët? Unë personalisht nuk kom bo, u konë gjatë projektit promaja që e për mena, u prit në ekstremil. Drejt me të regu, ato jemi daj, e kemi pas dash disa tema për me kry, dhe kom haru emnin tash në ekstrem është të marrë, që kom haru emnin, është një artiste për istogut, u ardhë, e ka kry një herë një pjesë të vogël që asajna mandena u dule e kryti të trafëja, edhe dhe shkur për shot ditën tjetër, janë nisi më nabo shumë më shumë telefoni, po vinë më shumë media, janë nisi me marrë intervista, dule dhe që tash po më vjen shumë mirë se është ka dhezë ko gjëse shumë në pjesën e pikturës dhe në pjesën e artit që ka do është në shtyp. Edhe kitë u konë që kjo prej një moralit vogël, që u dalë, moralin një mashtë vogël, kemi bo dhe moralit shumë atë mdoja, qëtash për momentin një na du dosh në ekran me bo, po ka ere ki do moralit vogële, venin e caktum edhe artisti caktum mundet me ndryshu edhe pamin e komplet venin. Tash ai ven edhe është u rujt edhe pak ma mirë. Ka herë ndodhë që vina vandalizojnë kur e kryna në e vizatim, që është sa normal, po prapë se prapë e kemi pa që publiko është ka i donë disa prej moralive, se s'mujnë më nga dash krejt, po disa prej vizatimeve, disa prej moralive janë ka luhet. Ka ruhet. Unë e di që shumë keni me nga të regu për organizatën, themi ashtu nuk folëm as për emrin që ja keni vendos, mirë po gjithsesi faleminderit shumë. Para se me kry vetë në nëse, deri në këtë shtune kemi majtë workshopet për reciklim të majicave, ku kena marrë majicet vjetra dhe kanë mujtë në shtyp. Kush dhe që përna shërkan, mujtë me ju thonë edhe fëmive të ke fund me marrë dhe vetë me apliku. Aplikimi gjendet në faqet e na në Fotian Gjyrë, si në Facebook, si në Instagram.
aplikoni hajde ne edhe bëni majicat vjetra që si vesh në mod, u konë mi zgjujt edhe me shku në bërlog, hajde të ridizajnojnë ashtu dhe të bojnë dizajna që ju përqenë edhe atyna. Një aktivitet shumë interesant dhe shumë i mirë për ambienti, faleminderit shumë.